në kafenen e një lavazhi buzë autostradës, ullur, vetëm fare, kafe, cigare, rast tymi, muri përballë. Kështu e njoha Sulin e sert me syt me shkëndia. Sula është 13 vjeç, Sula ka zbritur nga Kuksi, Sula nuk kishte lindur në dhjetor të 90-s, Sula ka bërë 5 klasë shkollë, Sula është fukara, Sula është fëmijë i 6, Sula ka baba të verbër invalid prej vitesh, Sula ka lindur gjatë viteve të verbërisë atërore, Sula është biri pasionit të errësirës, Sula ka vëllezër e motra shumë asnjë në punë, Sula, baba i Sulës, nëna e Sulës, vëllezërit, motrat kanë ndërtuar një barrak buzë autostradës. Sula nuk di ç'bëhet në qytet, në për shkolla, në për libra, në për disko, në për gazeta, në për televizora. Se ha meraku Sulën për të tilla. Ka halle Sula, Sula nuk rri kot, Sula punon gjithë ditën, Sula pi kafe dhe ty mos cigare në mbrëmje, Sula ndërton jetën duke vrarë vdekjen, Sula u bën bunkerve atë që bombat nuk u bën dot, u heq hekurin. Sula me hekurin e vdekjes fiton 1 euro në ditë. Sula punon, fiton, mendon në 1 kilometër autostradë, që nuk i shohin sytë, që nuk i dëgjojnë veshët vogëlushit të vëmendshëm fukarajit punëtorit të palodhur Sul. Ja Halabaku me makinë tek po vjen me 200 në orë. Dje një makinë shtypi një plak që u rrek të kapërcente murin e autostradës. Sula nuk flet, vetëm shikon, vetëm dëgjon, vetëm vrenjtet. 300 shqyen makinat në atë kilometrin ku mbijeton Sula. 3 ditë ndenjën mishrat e shqyer të qenve mbi asfalt derisa i shplau shiu. Sula sheh me çudi si një plakë e cila e ka shtëpinë andej autostradës dhe kullotat këtej, po mëson lopët të kalojnë mbi kalimin. Sulës i vjen për të qeshur dhe për të qarë, kur sheh njërin që ka hipur mbi murin ndarës të autostradës me një frigorifer dhe po pret një rast fatlum për t'u hedhur matan pa përfunduar në rrotat e ndonjë benci. Sula e di çfarë bëhet brenda hoteleve aty pranë, por nuk bëzan. Në këtë kilometër Sula i sheh dhe i njeh të gjithë fluturimthi, familjarin që vetën në plazh, banditin me makinë të shtrenjtë, italianin a gjermanin që nguten për në aeroport, kosovarin nga targa, fidhestarin që nget makinën dredha, në punësin gjoja serioz që rri në sedilin e pasme, nga muzikarin me sekretareshën që rrëshqet si gjarpër nga mbrapa hotelit. Nga të gjitha këto, Sula edhe zbavitet, por më tepër ngryset, zemërohet, hidherohet dhe kalitet, rritet. Kur po qarmatoste një bunker vdekje, e preku një nga ato makinat e shpejta, e preku dhe iku. Sula prej disa ditësh rri në shtëpi, njërin vesh e ka të zënë me pambuk, njërin sy pothuajse të mbyllur, tjetrin sy të ënjtur, buza i ka ikur pak më njan, por nuk e pet, nuk lëshohet Sula. Sula nuk është qarraman, është burr, Sula veç trimërohet, veç burrërohet. Orra, morra, hajduta, kodosha, minj burokrata, pis analista, bosh opinionista, budal lenj ministra, shtazë deputeta, ruhuni nga Sula, aty e keni, mos toni nuk e dinim kur të nisi tua shkull gurmazin, pse nuk shkon në shkollë Sul, çfarë do bësh kur të rritesh Sul? Do ta ketë rujti madhi Zot në i fat e ne për mu, fat të mirë Sul, biçak të mpreht Sul, hajt fillo, hiq pambukun nga veshi dhe dëgjo, hap syrin e mbyllur dhe shkrepëti, drejto buzën dhe buçit, shkulje të mbarë në amzirave, nuk ka burr me të ndalë ty Sul, nuk ka mur që nuk shemb ti Sul, nuk ka beton që nuk shkatron ti Sul, nuk ka mal që nuk sheshon ti Sul, nuk ka të zezë që nuk zbardh ti Sul, Zoti të ndihmoft Sul.